Ditë kalum si i këtë kemi publiku një raport që kemi thonë si duket korporatizmi brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Tash do të thotë këti ligjerimi mbi konceptin e korporatizmit, po të regoj me shembull konkret. Presidenti e Republikës Kosovës e ka kthy procesin për kryeprokuror të shtetit dhe ka thonë që janë evidentuar njësër problemesh. Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet me zhvillu një konkurs të ri dhe me zhvillu tuti me dërgu emrin e ri. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk e bën këto. Dhe tash kërkojnë organizatat ju qeveritare, kërkon ai, sepse brenda KPK-s nuk ke çfarë të bësh tjetër për po se me kërku. Dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbetur në atë nivel dhe thjesht nuk dojnë, sepse e kanë atë përbërjen, nuk lëviz kur gjë të numrat, kur do që të hedhën votim atë shkollë, ata i kanë 10 anëtar atje brenda në Këshill Prokurorial të Kosovës. Në rastin e Sabahat e Morinës, gjykata kushtetuese kishte konstatuar që të njëjtës për shkak të mosveprimit ndër të tjera të prokurorit të shtetit, ishte cenuar e drejta në jetë. Pra, shteti ka dështuar me mbrojtje të drejtën e jetë, përkatësisht e ka vrarë me mosveprim. Gjykata kushtetuese për gjithë këtë shkelje, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendosur që prokurorës t'ja ul pagën për 30% nëse nuk gaboj për 12 muaj. E shohim do të thotë sistemin të bëjnë tash një klasë. Kolegët ja bëjnë kolegut. E shohim do të thotë situatën kur emërohen, kur është procesi për zgjedhjes së prokurorëve të rinj, e kemi rastin për shembull pozitiv të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që insiston me shku monitorues media, shoqëria civile, insiston proaktivisht që ata me monitoru këtë proces, e ki sistemin prokurorial të Kosovës që të vendos barriera dhe s'len me i. Do të thotë ka mungesë të thellë të transparencës, ka mungesë të thellë të llogaridhënies, tash tek çështja e konkurseve. Do të thotë vazhdimisht në shumicën dërmuese të proceseve ka kontestime lidhur me shkelje ligjore, lidhur me shkelje materiale. Si është përfaqësimi të Këshillit Gjyqësor? Si funksionon ky balanci brenda? Tash brenda për brenda, brenda për brenda. Sa janë anëtarë? Brenda me diskutuar atje. Janë 7 prokurorë të prokurorive themelore. Dhe pjesa tjetër janë të kryeprokurori i shtetit, një i apelit dhe një i prokurorisë Si është Këshilli Gjyqësor që po funksionon më mirë se përmendet si shembull që funksionon më mirë? Këshilli Gjyqësor është 13 anëtar, po është 7 me 6. 7 janë nga gjyqësori, 6 janë që zgjidhen nga me që po funksionon aty, këtu nuk ka funksionuar asnjëherë transparenca, llogaridhënia. Na pos 10 me 3. Këtu, si që po thonë jo, pas ka qenë 10 me 0. Po 10 me 0. Ta 3 s'ka qenë 0. Pjesë konsiderueshme të 10 me 3 në ligj. Me ligj po, për praktikë. 10 me 0. 10 me 0. Dhe tash, ideja është, më falë, tash, këto do më thonë, kur ti tregon dhe i dëshmon, i tregon Këshillit Prokurorial, shiko shkelja, shiko kjo, shiko si ka ndodhur kjo, vendi është pa kryeprokuror të shtetit, nuk merren mosat të tilla kur gjykata ka konstatuar shkelje drejtës në jetë e tjerë, ata as nuk përgjigjen. Për shkak se normalisht nuk ka asnjë mekanizëm llogaridhënës brenda për brenda Këshillit. Tash për shembull unë kam po Këshillin Prokurorial të Kosovës që ishte ankuar se ligji është kundër kushtetues, nuk e dia ka pasur reagim, so e di jo pas gjykimit gjykatës kushtetuese, nuk ka pasur. Mirë po do thotë, cila ka qenë për shembull, ta marrë një shembull. Aktualisht njëri prej anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka qenë anëtar më herët i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ligji thot specifikisht, anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka të drejtë një mandat, pa të drejtë rizgjedhje. Ai ka qenë më herët anëtari i KPK-s. Dhe ka bërë shkelje? Jo, tash është bua apet. Dhe kur i tregon ti që ligjit të ndalën, ai s'to përgjigjet. Për shkak se ka me një fjalë thoni që ata janë aq të fuqishëm, kanë qenë aq të fuqishëm sa nuk i kanë dhënë Këshilli Prokurorial i Kosovës praktikisht e ka kesh përdorur pavarësinë kushtetuese të cilën e ka pas. Dhe për këtë arsye ka qenë domosdoshëm ky ligj që tash ka kaluar fatmirësinë në gjykatë kushtetuese, me u kriju një farë balansi brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës ku para prokurorët janë shumicë. Po sepse incentivat ligjore natyrisht mundsojnë ose kanë mundsuar një gjë të tillë, kurse tash me ky ndryshim ligjor që është botë ligji për KPK-n, unë mendoj që është një mundësi e mirë edhe për vetë sistemin, sepse jemi të sigurt që edhe kemi taku se na ka me punu në për ligje ndryshme që ka prokuror shumë të mirë në Kosovë, edhe që mundën realisht me ka në për pozita kyçe, qoftë tash, qoftë në të ardhmen edhe me kontribu shumë mirë për sistemin, mirë po natyrisht që duhet me kanë edhe ana tjetër që tham
të antarëve jo prokuror për me mujt me u bo një institucion që shtamon i takon për me ushtru kompetencat kushtetuese. Tash mbet që edhe kuvendi, antarët jo prokuror kur t'i zgjedh, ne jemi siguru që edhe kriteret për antarët jo prokuror me qenë shumë të forta, kuptim të depolitizimit, kuptim të largimit nepotizmit dhe kështu me radhë, profesionalizmit, aftësive menaxheriale, integritetit personal, e po ashtu edhe komisioni i kuvendit, pavarësisht që deputet kanë me votu, sepse kushtetuta thotë që kuvendi zgjedh një pjesë antarëve jo prokuror, edhe komisioni i kuvendit përbëhet prej shumicës, domethënë më të madhe është prej trupave të pavarur edhe prej ekspertëve. Do me thonë, mundësit ligjore janë kriju që me njerëz më të mirë, ata që dojnë me kontribu, me hinë në këshill prokurorial edhe me punu bashkë me prokurorët edhe me funksionu shumë mirë. Te këshilli gjyqësor, po mëne ka qenë shumë ma mirë, se është mas pari me përbërja me kushtetut, se ato që përmeni gëzimi 7 që zgjedhën për sistemi gjyqësor, 6 për kuvendit, janë 6 për kuvendit, për cilve 3 gjyqtarë zgjedhën prej kuvendit, po është interesant se edhe opinioni fundit i Komisionit Venecias ka sugjeru që përbërja me kanë 7 me 6, kuptimin që këta 6 për kuvendit me të qenë gjithë antarë jo gjyqtarë. Po për këta duhet ndryshime kushtetuse edhe është pak ma problematike me arrit, po në përgjithësi janë të bo disa reforma dhe disa ligje të mira, edhe pak reforma dhe deklaratës zotimit, cila është një pajtim i plot mes Ministrisë Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, akterëve kryesor. Me të vërtetë do të thonë janë bërë disa ligje, me të vërtetë janë bërë disa ligje shumë të mira dhe Komisioni i Venecias i ka validu, ka propozime për ndryshim, për ngritje, për efikasitet, për ngritje të standardeve dhe kështu me radhë, po ne besoj që në mandatin tjetër qeverisës, edhe me miratimin atyre ligjeve, do të kompletohet reforma, kur me thonë ashtu reforma organike e sistemit drejtësisë. Mandej do të fokusi do të jetë, ose duhet jetë, po thëmë, në të ardhmen që të punohet edhe në digitalizim, të punohet edhe në çështje konkrete që këto ndryshime në ashta qytetarët e vrejnë shumë ma vonë, dhe me thonë ndryshimin e kësaj, po ka hapësirë me punu edhe ma shumë të Ne flasim, diskutojmë shumë për ligjet dhe krijohet përshtypja se ka problem me legislacionin. Megjithatë, siç e shpjegua deri tani, Këshilli Prokurorial nuk është se nuk ka patur një ligj, por e theksuat, e potencuat që aty ka patur vullnet për të mos e respektuar ligjin dhe për të vepruar ata si të duan. Në secili rast tjetër kur ka shkelje, aktivizohet prokurori për të ndjekur atë shkelje. Po në këtë rast, kur vetë prokurorët bëjnë shkelje, cili është ai mekanizmi tjetër pastaj i radhës që ndjek shkelësit? Prokurori. Kjo është ideja. Kjo është ideja. Dhe kjo është ideja pse ky lloj balansim, sepse supozohet që ata 3 antarë ndonjëherë kanë me votu ndryshe, kanë me bëu diçka ndryshme për dallim prej po mirë, deri tani 10 antar, zoti Hoxha më herët tha që ata 3 antar tjerë nuk kanë qenë fare aktiv, le të themi. Nuk e dhënë edhe mundësia për me qenë pjesë, ato është vështirësuar. Zgjedhur, ku është dështimi këtu që ata 3 nuk kanë qenë zgjedhur? I faturohet politikës kjo apo Jo, ka pos të loshe të institucioni, kujt i faturohet? Që ata që kanë qenë të autorizu me marë pjesa. Unë mendoj që problemi